Arrestimi i dytë dhe përshkatimi i Mulla Sadikut. Viti 1948 ishte vit gjatë të cilit pushteti komunist gati po jepte fund rezistencës kombëtare shqiptare dhe po akmerri barbarisht kundër pjesëtarëve të saj. Ata, një vit më parë, kishin arritur ta kapin sulhotlën, bashkë me rrethin e tij të ngushtë, duke i kurdisur një kurs shumë perfid. Disa nga rrethi i ngushtë i sulhotlës ishin arrestuar menjëherë pas kapjes së tij në vitin 1947, si Mulla Xhemail Xhemaili nga Nakushtaku, Mulla Ferhat Hirda po ashtu nga Nakushtaku dhe Refik Tahiri nga Slupçani. Arrestimi i Mulla Sadikut sipas të dhënave nga familjarët e vet ka ndodhur në shtator të vitit 1947, tregon Osman Bajrami. Atë ditë, herët në mëngjes pa lindur dielli, dolëm nga shtëpia për të shkuar te ara e quajtur Rupa, për me i marrë disa dujtallë. Pamën se në fshat në 2-3 vende kishte pasur policë. Pasi që ngarkuam duajt në qerë, menjëherë u kthyem, por atëherë vetëm i kishin pas arrestuar Mulla Sadikun dhe djalin e tij, 17 vjeçar Feyziun. Mulla Sadiku kur më pa qeshi, ai polici i natosur i tha: "Qesh ti qesh se kimë pas çka ka për të gjetë." Për këtë moment historik, por të kopshëm, me plot emocione tregon edhe bia e Mulla Sadikut, Rukia. Ajo kështu e tregon këtë ngjarje. Kuptohet, nuk ka qenë dëshmitare personalisht, sepse kjo ka lindur pas përshkatimit së tatit, por e përcjell këtë rrëfim nga nëna e saj. Babën e kanë arrestuar në Ramazan, pasi që kishte kaluar koha e syfyrit. Kishte qenë duke marrë abdes për me falë namazin e sabahit. Ata kishin tentuar me nxjerr nga shtëpia ashtu siç kishin qenë në pijama, por nëna ka qenë shumë trimëresh dhe i kishte dalë përpara policisë e i kishte thënë se nuk ju lejoj me i marrë para se të vishën dhe ta falin sabahin. Ato i thonë mos fol shumë se të vrasim, e ajo u akthen: "Pucajte ako hoqte, gjori nëse doni, por nuk ju lejoj që t'i merrni." Pas arrestimit, gjithçka që kishte pasur në shtëpi e kishin plaçitur duke në shtëpi në bosh. Në burgun hetues, që ka qenë në atë kohë te kalaja e Shkupit, Titov Zavod, i kanë mbajtur deri në nëntor të ati viti. Siç ka treguar djali i tij Feyziu, gjatë qëndrimit fillimisht në burgun e Kumanovës, kanë ushtruar mbi ta torturë çnjerëzore. Babës tim ja mbështollën gishtat e këmbëve dhe të duarve me gazeta të shtrënguara me penë dhe ja vun zjarrin. Kur e pash se baba po digjej, fillua të bërtisja me sa zë që kisha, kështu i torturonin edhe të burgosit qerë shqiptar. Maltretimet e tmerrshme kundër Mulla Sadikut dhe të burgosëve të qerë kishin vazhduar deri më 20 nëntor të vitit 1948, kur edhe e pushkatojnë dhe varrosin në mënyrë sekrete. Se e përket varrimit të tij, fliten disa lokacione, si kodra pranë fshatit Orland dhe lokacioni Krasnje, në periferi të qytetit të Kumanovës, por askush nuk ka arritur ta zbulojë deri më tani me saktësi. Përpos Mulla Sadikut, komunistët në mënyrë barbare dhe pa kurfar gjykimi i kishin ekzekutuar edhe disa shqiptar qerë, si Halim Halimin, Adem Deharin, Elmas Shaban dhe Esat Kurtishin. Përqendresën e pashembull të këtyre burrave kanë dëshmuar shumë nga ata që kanë mbetur gjallë. Për Mulla Sadikun, se si ka qëndruar stoikisht në momentin e fundit të jetës së tij, kur e kanë marrë nga qelia e burgut për ta ekzekutuar, tregon Haxhi Ferhat Ganiu nga Hotla, që atëherë ka qenë në të njëjtin burg me ta. Sipas rrëfimit të Ganiut, ai ishte në podrom, kurse unë isha në katën e dytë, kur xhelatat erdhën me 20 nëntor 1948 ta marrin në pushkatim Sadikun, ky tha: "Kam të drejtë të përshëndetem me shokët shqiptar. Kjo është e drejta ime dhe ju drejtua shokëve. Mos u nështroni dhe mos tuni aman." Në këtë mënyrë shkoi në pushkatim. Djalin e tij Feyziun e kishin dënuar me 6 vjet heqje lirie, edhe pse akoma nuk i kishte mbushur 18 vjet. Ate kishin dërguar në Beograd për vuajtjen e dënimit në burgjet më të rënda të Jugosllavisë. Edhe ai kishte pësuar tortura njerëzore gjatë hetimeve, por edhe gjatë vuajtjes së burgut. Nga 6 vjet sa ishte dënuar, i kishte mbajtur 4 vjet dhe pastaj e kishin liruar nga burgu, por jo edhe nga kërcënimet e vazhdueshme. Prandaj, pas daljes nga burgu, ai do të braktisë vendin e lindjes për ta shpëtuar kokën. Ai edhe familja e tij do të përjetojnë një fat të dhimbshëm. Do të jenë të detyruar të jetojnë në larg shtëpisë dhe vendit ku babai dhe gjyshi i tyre kishte dhënë mund dhe gjesë për të ardhmen jo vetëm të fëmijëve të tyre, por edhe tërë popullit. Me këtë akt barbar, slavo-komunistët dhe shërbëtorët e tyre kishin synuar që t'u afusin frikën shqiptarëve e t'i detyrojnë të nështrojnë para një sistemi që opozinte vend mbi trojtë shqiptare, të cilët do t'i mbajnë në sundim për 5 dekada me radhë. Këtë barbarizëm e kishin ushtruar edhe në Kosovë, siç ishte rasti i Mulla Idris Gjilanit, që dogjen përsëgjalli në oborrin e burgut një vit më vonë. Po ashtu, ky sistem hipokrit
Të njëjtën gjë po e bënte edhe në Shqipërinë e Veriste, duke I burgosur dhe likuiduar burrat më të mirë të kombit.